Drejtoresha e Spitalit Rajonal të Vlorës, Lorena Arapaj, ka paraqitur dorëheqjen nga detyra. Ende nuk dihen arsyet që kanë çuar në këtë vendim, ndërsa pritet të ketë më shumë informacion në vijim lidhur me zhvillimet në drejtimin e institucionit shëndetësor. Burime pranë Spitalit Rajonal të Vlorës konfirmojnë për televizionin 6+1 Vlora se dorëheqja e drejtueses së spitalit ka shkuar tashmë në ministri dhe pritet që ministria të vendosë, por për momentin ende ajo nuk është pranuar, gjë e cila mund të ndodhë në orët në vijim. Pikërisht gjatë kësaj tenteje, drejtuesja e dorëhequr e Spitalit të Vlorës, Lorena Arapaj, ka shkuar në Tiranë në një takim që sipas burimeve konfidenciale konfirmohet se është zhvilluar në Ministrinë e Shëndetësisë. Një burim i tha televizionit 6+1 Vlora se Lorena Arapaj ka dhënë dorëheqjen nga kjo detyrë për shkak të një specializimi që ajo do të ndjek në Tiranë, ndërsa dorëheqja mund të lidhet edhe me motive të tjera, të cilat pritet që të zbardhen në vijim. Dorëheqja e Lorena Arapajt nga kjo detyrë vjen në një moment kur Spitali Rajonal i Vlorës mbetet një nga institucionet më të rëndësishme shëndetësore në qark dhe ku do të ketë një fluks të lartë pacientësh dhe shërbimesh, duke qenë se jemi edhe në sezonin turistik. Lorena Arapaj e drejtoi Spitalin Rajonal të Vlorës për gati 6 muaj, ndërsa më parë ka qenë shefe urgjencës së Spitalit Rajonal të Vlorës. Mbetet që në vijim të zbardhen edhe shkaqet e vërteta të dorëheqjes së drejtueses së Spitalit Rajonal të Vlorës nga kjo detyrë, por gjithashtu pritet të mësohet edhe emri se cili do të jetë pasuesi i saj në krye të Spitalit Rajonal të Vlorës, këtij institucioni të rëndësishëm shëndetësor.